Një rast që fillimisht u paraqit ndryshe, ka marrur një kthes komplet tjetër. Që nga viti 2023 në prokurorinë themelore në Prizren qëndron një dosje me prova serioze, por pa një përfundim të qartë. Brenda saj ka audio dhe video inqizime që hedhin dyshime të forta për shantazh, kërcënime dhe inqizime të fshehta në ambiente private. Sipas këtyre materialeve, dyshohet se ato janë përdorur nga Isnej Jemini si presion ndaj ish-partnerës për ta detyruar të vazhdojë lidhjen kundër vullnetit të saj, duke e mbajtur nën stres dhe frikë për një kohë të gjatë. Po unë shkatërrej, edhe po me të buhor, t'i bën shkatush. Këto kanë në përkugë, në vrejsto ku kanë me dalë. A i më normal t'i shak i bo? Prokuroria e apelit e ka kthyer rastin sërish për rishërtim, duke kërkuar hetime të reja dhe vlerësim të plotë të provave. Burime nga hetimi thonë se provat janë të forta dhe tregojnë jo vetëm kërcënime e shantazh, por edhe pasuja të rënda psikologjike të viktima. Ajo që e bën këtë rast edhe më të rënditës është fakti se një person që dikur paraqitej si viktim, tani dyshohet seriozisht si i përfshirë në veprime të rënda penale.